dashur, 4 vezë. Ja, edhe 2 tjera. Ju mundi me thonë ku pi merë, kush t'i pruni. Që kjo kuqe, ako ka filmave, 2 kuqe, një e gjelbër edhe një e berdhë. Si shtash më herët, miqtë me të dashur, me neve do t'jetë mikja jonë, Adelina Palushi. Mirëmëngjes Adelina. Mirëmëngjes Edi. Atë kena zgju herët? Jo, zakonisht zgjohem herët. Është qërë, zotë se ka njerë, kur përkom disa njerë që s'përqohen herët, kur përmbin këtu, Adin, ata po thojnë që s'ka problem. Po pidi që ata ndër dijen e vetë po më shojnë ka pak. Jo, unë kam rutinë çdo ditë në ora 6 mëngjesit zgjohem. Super. Ajo është rutina më e mira që njëri mund të m'ia bë vetës disiplinën. Spori, urime. Faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit edhe që më keni ftuar në emisionin tuaj, është kënaqësi. Po kemi pas raste me pas edhe në festat të tjera të kalume mysafir të cilët kanë qenë klerik, ndoshta të feve ndryshme dhe na kanë treguar për detaje, po sot e kena një mundësi tjetër. E kemi Adelinën, si thash më herët, politologe, ekonomiste dhe katekiste e familjes në Prishtinë. Po. Ç'është po ne ashtu në studion ton, Adelin? Shumë mirë. Interesant. Jemi këtë live me njerëz me pemë. Edhe këto janë pjesët tona, domethënë na komunikojmë me pemë, folim çdo ditë. Po thuaj se pas keni ambientin e njëjtë sikurse ka Radio Maria e Kosovës, pasi që unë punoj edhe me një radio. Sa mirë. Jam koordinatore vullnetare aty dhe pemt janë ato që na shoqërojnë edhe neve, kështu që ambienti paksa shumë i njëjtë. Super. Domethënë nuk e paske problem. Adelin, po nisim as pari si politologe, ekonomiste, domethënë këtë ki pas kohë me kry. Pas ka mundësi njëri me kry dhe shkolla ma shumë. Nëse ke vullnet edhe dëshirë gjithçka arrihet. Ngoni, se po më thoni jo bre se kështu jo ashtu. Që njëri me vullnet e me pasion. Adelin, që sa vjetë shërben familjen e Prishtinës? Unë jam aktive që 5 vite në familjen e Prishtinës, jam katekiste aty. Do më thonë aty e ki të profesionalizume, dhe ato e ki të kryme si profesion? Po, shkollën katekistike, jam katekiste e familjes, edhe ju jap mësim feje fëmijëve të familjes së Prishtinës. Qysh është procedura, qysh anesh mirë, qysh shkon? Është punë vullnetare që bëhet, e bëjmë me shumë kënaqësi, edhe fëmijët janë qenja më e pafajshme, kështu që t'japin edhe vullnet, pavarësisht lodhjes javore që është gjatë punës. E shtuna gjithmonë është të zënë me fëmijët në katekizëm, mirë po është një kënaqësi e veçantë me punu me ta, me ju mësu për gjanat e bukura, për ato që Zoti na thret neve që ta përhapim ungjillin e tij. Super, Adelin, super. Na folëm pakës për rëndësinë e festës që kemi pas, për rëndësinë e pashve, po që porem aq sa na dim, domethënë normalisht që na nuk dim. Çu shkoi festimi, a ishte gjithçka në rregull? Për këto festa kam qenë këtu në Gjakov, në familjinë e Shën Palit edhe Shën Pjetrit në Gjakov. Ka qenë një atmosferë shumë e bukur, shumë festive për festën e Pashkëve, njerëz të shumtë në mesh, pjesëmarrës, por ka pasur edhe shumë rrugimtar të cilët kanë ardhur që të festojnë në familjet e tyre. E kanë gjallënu pakës këtu. E vërtet, si çdo vit ata e shfrytëzojnë pushimin e tyre vjetor për festën e Pashkëve. Mirë po, e veçanta e kësaj festë është dhe pse është festë gëzimi, njerëzit gëzohen pasi që me padurim pritet ringjallja e Krishtit. Festës së Pashkëve i paraprin një kohë përgatitore prej 40 ditësh, e cila quhet koha e krezhmeve. Është një kohë e sakrificës, kohë e agjerimit, kohë e dhurimit për të tjerët. Zoti në këtë periudhë 40 ditësh na bën thirrje që ne të mundohemi të jemi më të dashur me të tjerët, të jemi më të përkushtuar në punën që e bëjmë, të sakrifikojmë nga vetja jonë për të bërë diçka të mirë për tjetrin, mirë po edhe të agjerojmë edhe nga ushqimi. Mirë po thirrja kryesore është që të agjerojmë në shpirt e pastaj për gjërat e tjera. Normalisht sikurse çdo veprim që kemi. Pra çash edhe po duhet më tregu edhe dëgjuesve dhe shikuesve që Adelina, për shembull zoni Adelinës është i vetmi zo i cili edhe në Kalimash mrena ku shkon për Shqipëri dhe kur kthehet bën. Domethënë keni bal çast të forta. E vërtetë është. Sa që i vetmja radio që punon edhe në Kalimash është Radio Maria, që na ka rrosh shumë shpesh mingu. Adelin, po më intereson roli fesë në shoqëni, duhet ditë për faktit që ju jeni e profesionalizuar, siç e thash më herët edhe në drejtimet e tjera. Po më intereson
Çu shihni rolin e familjes sot në një shoqëni e cila po modernizohet shumë shpejt? Të themi të drejtën është pak sa më e vështirë se në të kaluarën, për shkak se njerëzit nuk kanë qenë shumë të edukuar, njerëzit nuk kanë pas mundësi të shumta të zhvillimit, dhe familja ka qenë vendi i vetëm ku ata kanë gjetur ngushëllimin, vendi i vetëm ku ata kanë marrë njohuri për gjithçka që ju ka interesuar. Mirë, po me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e jetës, njerëzit paksa janë distancuar, të themi në të vërtetë, për faktin se është bota materiale që i ofrohet që i distancon nga Zoti, që është mjaft e gabuar. Për faktin se në familji, përveç shërbimeve që merren aty të përditshme, përveç meshës së shejtë, e cila është kulmi i çdo gjëja, besimtarët ndjejnë edhe një farë lloj shoqërie që i bashkon në Zotin, i bashkon në thirrjen e dashurisë, sepse në fundit Zoti është dashuri. Kisha mundohet që me gjithë potenciali, me gjithë fuqinë e saj që ka, njerëzit i mbajtë të bashkuar, të mos krijojë përçarje, të mos kërkojë drejtë të barabartë. E vërtet, për shkak se promovimi i secilës fesë, sidomos fesë katolike, është që të promovohet paqja, dashnia edhe drejtësia mes njerëzve. Pikërisht, edhe këto po mendon që po bëhet boll në këtë temë, sepse e dim në këtë rrugë, sepse po i shohim që jemi shumë pak njerëz për mu përçakat shumë. Të jalon fajin gjithmonë analistave politikë që po i përçojnë njerëz. Ata janë faktori numër 1 që po përçohen njerëzit. Mendoj që kisha është duke punu mjaft shumë në këtë drejtim që mos të krijohen këto përçarje, për shkak se në fundit ne duhet i respektojmë të drejtat e secilit person, mendimet e secilit njeri. Mirë, po nuk duhet të përkrohet aty ku arritet dhuna, aty ku arritet terrorizmi e gjëra të cilat janë në kundërshtim me parimet dhe vlerat e fesë krishtere. Po të ditë saktë që edhe jo vetëm politika, po edhe njerëzimi duhet të ketë disa etika, disa politika realisht kohën e fundit të i kalu të gjitha etikat profesionale dhe është të shku, domethënë, sepse dashka dikush mund të më thonë jena këtu për me fol për fesën, për fe, po jo. Adelina thash më herë që është edhe politologe. Si politologe dashka me thonë që a mendon që etika fetare mund të ndikojnë në një politikë të ndershme? Nëse një person, sidomos një politikan, në vetvete e ka të mbjellur rrënjët e fesë, rrënjët e asaj dashurisë krishterë ose cilës do fe, sigurisht që ato vlera, ato parime ka mi shfaqe dhe njëtën politike. Mirë, po duke mos e jetu këtë jetë në Zotin, pastaj ndodhin edhe këto gjërat. Po na rezulton ndryshe, Adelin, domethënë ata po janë shumë në rregull, po mandej po devijojnë. Çka po ndodh? Është etja për pushtet, është etja për pasuri. Domethënë etja për pushtet është më fortë se etika profesionale dhe etika fetare. Në të vërtetë është ka ndodhur kjo fatkeqësisht. Por prapë unë them, nëse një politikan është një besimtar i mirë, jam më së sigurt që ato parime që i ka të rënjosur athell në zemrën e tij ka mi zbatu, edhe si një politikan, edhe nuk ka me qenë më etja për pushtet, po ka me qenë etja për me shërby në të mirë të vendit edhe qytetarëve. Perfekt. Po me marrë më bëu kështu, po më duket kështu s'bëhet kur. Jo, duhet kemi shpresa, për shkak se njerëz të mirë ka çdo herë edhe do të bëhet mirë. Po më intereson, Adelin, për faktin që ti ke filluar me tjera profesione, e ke përfunduar të dyjat, po më intereson çka të ka frymëzuar që ta ndish një rrugën e katelistës, për shembull, që jeni ta. Katelistës, çka të ka frymëzuar? Pse? Çu ardhete ky vendim joti? Unë kam pas katekizëm prej moshës 7 vjeçare, do me thonë, në secilin vetë shkollor kemi pas edhe mësimin e fesë paralelisht. Mirë, po njohurit për Zotin, për teologjin janë shumë të mangëta çdo herë. Sa më shumë që studiojmë e kuptojmë se ne nuk kemi njohuri të shumta, edhe ka qenë një shtytje që unë du me ditë më shumë për Zotin, du me ditë më shumë për fenë time, edhe kjo ka qenë shtytja e parë. Mirë, po ka ardhur dhe si propozimi famulitarit atëhershëm të Prishtinës, që ta kryj shkollën katekistike dhe të bëhem katekiste e fëmijëve. Për shkak se kjo është përqafuar shumë nga qytetarët e Prishtinës, se më herët ka qenë si traditë që vetëm meshtari ose motra e nderit me ju mbajt katekizëm fëmijëve. Mirë, po kjo barrierë është thënë në Prishtinë edhe prindërit na pranojnë shumë mirë edhe janë shumë të lumtur që edhe ne laikët jemi të gatshëm me bëti diçka për fëmijët e tyre. Super Adelin, po a dim shumë mirë që në gjitha sfidat e jetës, në gjitha fushat e jetës ka sfida të ndryshme. Po më intereson, a ka pas sfida, sa i përket
përballis me jetën profesionale dhe me atë fetare, për shembull, a jeni ndesh dikun që i thonë në një moment s'po muj me i bo këto? Jo, për shkak se thash, kur e ki vullnetin edhe dëshirën, asgjë nuk të ndalon, kështu që sfida. Jo, nuk ka sfida. Edhe Edhe duhet me ditë me i përballu vetë, duhet me ditë me i menaxhu të dyja së bashku, se mund të kombinohen edhe jeta fetare edhe ajo profesionale së bashku. Me shtimi të dashur, ju thash ma herët që është një super vajzë e cila do të na flet shumë bukur për gjëra të mira. Po më intereson Adelin feja, ndikimi i fesë në jetën moderne për shembull tash, a ka ndryshuar diçka apo modernizimi dhe feja për shembull? Unë e përmenda dhe më herët, jeta e ditëve të sotme ka ndryshuar shumë për shkak që është bota materiale që i tërhek shumë më shumë njerëzit se ajo shpirtërore. A do të thonë vetëm lakmia apo thotë? Lakmia është ajo që e pengon më shumë ti. Patjetër, po mendova për shembull teknologjia, ritmi i shpejtë i jetës. Gjitha këto kanë. Për shembull domethënë kanë ndikuar edhe vret kjo ndjehet. Po, ndjehet. Për shkak se më herët njerëzit kanë qenë shumë të përkushtuar për fe, njerëzit kanë qenë shumë besimtar. Sot edhe besimi disi është paksa më i ftoftë. Thjesht ndoshta e bëjnë sa për sy. Jenë pak skeptik, po thuaj inshallah, s'në po skeptik. Jo, për skeptik nuk mund të më thënë, mirë, po është bota materiale, teknologjia, gjithçka tjetër, modernizmi, ajo që është i largu njerëzit prej fesë. Po, prap mendoj që ka shumë vlera njerëzore në radhë parë, mandej fetare, i përfshirë të gjitha fetë që mundet mirujt feja në shoqëri. Për shembull, ka disa vlera që feja mundet mirujt në shoqëri të cilat sot po harrohen. A mujmë na bashku me ndihmu që me rujt këto vlera, për shembull, me qenë jo shumë të rëndume për njerëzit, por që me qenë shumë ma prezente, për shembull, me ndonjë fletushk në shkolla, me gjëra ndryshme, tu mos e randu shumë perceptimin nashta fetar apo drejtimin që me qenë pak si ma të përkufizuar me vlerat normale. Po, mund të bëhet kjo, mirë, po në shkolla mund të lind një problem për shkak se konsiderohet që po bëhet një tendencë tek fëmijët që me përfitu më shumë informacione sa i përket njërës fe, ndërsa jo prej tjetrës. Mirë, për shembulli më i mirë mund të jenë mësimdhënësit. Ata mund të ju tregojnë mbi parimet, vlerat që na dhuron kjo jetë. Unë mundohem në secilin takeme, secilin person me ja shpreh që Zoti na kalon dy urdhërimet më të mëdha, me dash Zotin me gjithë mendje, gjithë zemër dhe me gjithë shpirt, edhe me dash tjetrin por si vetveten. Në momentin që ne e dojmë tjetrin por në mënyrën e njëjtë sikurse e dojmë vetveten, atëherë kjo është kulmi, edhe nuk ka më pas ton gjëra të cilat janë të kuritë. Është e zorshme, Tu ditë që nuk po na kthehet që e dashni. Po ka reciprocitet. Ulmi i gjithë kësaj është që ti duhesh me dhuru pa prit diçka në këmbim. Pikërisht. Zoti këtë e kërkon, dhuro, po mos prit kur gjë në këmbim, se ai ka me dhuru diçka. Jo me prit materialisht, po me prit. Po e kuptoj, po as në anën shpirtërore, nuk duhesh me pritin të njëjtën mënyrë me të dash dikush në mënyrën si kur ti. Unë duj ty, ti duje veten, që kanë thonë për para. Prapë ti vazhdo se ti e tregon veten tonë. Bekem Shabani thotë mirëmëngjesi nga Stuttgarti, mirëmëngjesi Bekem, edhe Adelin Sano për na përshëndet, po thotë faleminderit. Përshëndetje për mësafiren në studio uri me festën e pashme, për të gjithë ata që janë afër familjes, afër festës, urime për Adelinën i lumt se ka rrit shumë jetë. Faleminderit shumë, nuk po e ngjam mirë, po ka mundësi të jetë edhe ndonjë dëgjues i Radio Marisë së Kosovës, pasi që më shohin edhe në emision aty. Po thot Edi na tregon më gjënsisht punën e kreshmeve, si e kanë inim para pashkve, si janë 40 ditë para pashkve, si majin obligimet apo anonim bite. Ja, kajnë e bevigën. Edhe hello njerëz për na thotë Berisha, edhe gjithashtu Arbeni nga Finlanda për na përshëndet. Adelin për thotë kafja në mëngjes me bashkëshortën, mirëmëngjes, jo njerëz pozitiv, e 4 ditë pushim u kënaqe me kusht për na sheh. Sot për drejt kemi burjan me spanak me mirë zhvici. Ojo boft mirë. Që ky anonimi, Adelin doshte edhe njerë mi ditë për kohën e kreshme, po patjetër. Atëherë, fjala kreshme do të thotë 40 ditë.
fillon me të mërkurën e përhime dhe përfundon me të ejtën e madhe të kohës bashkë. Do me thënë prej të ejtës së madhe fillon. A janë të lidhur me data? Jo, data nuk është çdo herë e njëjtë, kjo ndryshon varësisht prej kalendarit gregorian, nuk është çdo vit e njëjtë. Mirë po, e mërkura e përhime fillon dhe është 40 ditë deri tek dita e enjtës së madhe, ku përkujtohet darka e mbrëmje e Jezu Krishtit. Këto 40 ditë janë 40 ditë të cilat Krishti ka kaluar në shkret të tirë, ku ka qenë pa ushqim, pa pije dhe pa asgjë. Ka qenë një sakrificë që ai e ka bërë për neve. Të njëjtën mundohemi edhe ne si besimtar katolik ta bëjmë gjatë kohës së Kreshmeve. E ceka dhe më herët është kohë angjerimi, kohë pendeze, kohë lutje. Është kohë e sakrificës për Zotin. E mira e gjithat mirave gjatë kësaj kohe të Kreshmeve është heqim dorë prej gjanave të këqija që rëndojnë shpirtin tonë, prej sjelljeve të këqija në raport me të tjerët. Mirë po edhe gjithashtu që të jemi më të përkushtuar në fe edhe në lutje. Mirë po gjithashtu është edhe sakrifica që bëhet ndaj ushqimeve, që heqim dorë për një ushqimi që ne e konsumojmë më shumëti ose që e kemi më shumëti për dëshirë. Është sakrificë që bëhet për Zotin, sepse kur e ke qëllimin e mirë edhe sakrifikon për Zotin është shumë e lehtë dhe mos më i konsumoj atë ushqim. Unë për shembull çokoladat i kam pikë të dopt, mirë po gjatë kohës së Kreshmeve nuk i konsumoj edhe as që mbjan ndërmend. E kështu më mshef pak tinës më. Jo, Zotit nuk mundemi më mshef, kështu që Adelin, bashkë po më intereson edhe ç'është mundet me ndihmu feja në zbutjen e ndarjeve shoqërore. Në zbutjen e ndarjeve shoqërore dhe në promovimin e tolerancës. Sepse kjo besoj që është tek ne është ndukje, është shumë në rregull, po besoj, po kisha këtë vit e kam mbajtur edhe një konferencë për këtë dialogut ndërfetar, që është mbajtur në fund të muajit mars në Prishtinë, edhe ka bërë thirrje për tolerancë. Kanë qenë të gjitha bashkësitë fetare të cilat e kanë organizuar së bashku edhe është mbajtur në Bogdanipolis. Mirë po përmes katekezave që jipen çdo ditë në meshën e shenjtë, përmes emisioneve të ndryshme, përmes takimeve që i bëjnë sidomos me shtarët, me besimtarët, bëjnë thirrje që të ketë tolerancë ndërmjet me besimet e tjera, kështu që është duke vepruar në mënyrë mjaft aktive kisha në këtë drejtim, për shkak se qëllimi asnjëres fe nuk është me kriju ndasi, nuk është me kriju konflikte, mirë po është që me jetu në mënyrë të dinjitetshme, në mënyrë të barabartë dhe në harmoni me njëri tjetrin. Domethënë tek ne, sidomos në pjesën tonë të Gjakovës është mjaft e theksuar toleranca ndërfetare. Dhe është shumë në rregull, shumë e pëlqyeshme në far forme. E vërtet, unë kam pasur raste për shembull me disa kolegë kur kam punuar më herët në Ministrinë e Mbrojtjes, që më kanë thënë një katolike e parë që të kemi taku. E gjë për mua s'ka qenë shumë e pranueshme për faktin se kam jetuar në Gjakov, jam rrit me një shoqëri. Këtu nuk dallohet, nuk merret vesh ajo temë. Kemi qenë fëmijë jashtë përzim, kështu që absolutisht. Edhe më ka ardhur çudi kur më dikush më ka thënë që je katolike e parë që e njohim. Ku kjo në Prishtinë? Po, në punë Prishtinë, po dy vendeve të tjera. Çuditshëm janë. Ibrahim Asaç Vejdo. Hello, po thot. Hello Ibrahim. A kishe mujt po thot mi pyet Adelinën se i kanë 13 martët. A mundet mi ndihmu njerëzve se janë me aftësi të kufizuara jo të mëdha, sidomos për fëmijë. Shejti Shnanu njihet si një ndër shenjtet më të preferuar dhe më të dashur për popullin shqiptar. Për kushtia edhe për shpirtëria që është ndaj këtij shenjti është shumë e theksuar në popullin tonë. Ne kemi shenjtrore në shenjtit Shnanu në Gjakov që një është devocion gjatë 13 martëve të Shnanut, nuk janë vetëm besimtarët katolik që e frekuentojnë kishën, mirë po edhe besimtarët e feve të ndryshme, pasi që mrekulli që i ka bërë shenjti Shnanu edhe gjatë jetës së vet, edhe tash pas vdekjes si shenjt janë aq të mëdha sa njerëzit me besim të thellë shkojnë, luten tek shenjti Shnanu dhe dëshirat e tyre plotësohen. Mirë po çdo herë duhet kemi besim për diçka që do të realizohet, sepse Zoti të pamundurën e bën të mundur edhe nëpërmjet lutjeve që na ja u drejtojnë shenjtërve. Pikërisht. Adelin, çu shihni rolin e gruas në kish, po më intereson. Rolin e gruas në kish nga një këndvështrim fetar për shembull. Në kish edhe në shoqëri normalisht, po çu është roli i gruas? Gruaja në kish është mjaft e shenjtë për shkak se ne e dim rezultati i kësaj bote, i kësaj feste është si shkak i Zojës së bekuar, Virgjërës Mari, ajo e cila e ka pranuar
kohën e Zotit, duke i shërbyer, duke ju nënshtruar fjalës dhe kërkesës së tina për të lindur Jezu Krishti. Kështu që gruaja në fen katolike konsiderohet e barabartë me meshkujt dhe ka një rol mjaft të rëndësishëm, pasi që nëna konsiderohet qenia më e shenjtë, gjithashtu edhe vajzat, motrat e secili. Pikërisht. Domethënë e gjitha kjo buron prej Zojës bekume. Pikërisht. Adelina Palushi me prejardhjen nga Gjakoba. E cila vepron dhe jeton në Falënderit Vllazano, faleminderit shumë, jeton dhe vepron në Prishtinë, apo vjen shpesh në Gjakov? Çdo javë. Po. Domethënë vikendet në Gjakov. Vikendet, domethënë kokë halo gjakovare. Po. Mirë shumë. Adelin, unë të falenderoj shumë, na kemi shumë me fol, nëse rrim të ditën këtu kemi pyetje përgjigje, kënaqemi të fol me njëri tjetrin. Të falenderoj shumë që pranove më ardh. Faleminderit juve për ftesën. E i përcollet të gjitha këto mesazhe, po që kisha dashur të jepni edhe një mesazh për të rinjt, sidomos të rinjt që duan të jenë aktiv në shoqëri, edhe që duan njëkohësisht ta ruajnë edhe besimin. Sepse mos të ngushtohet kjo temë që më thonë ose besimi ose shoqëria. Këto dyjat munden me shku paralelisht. Thjesht e thash disa herë përmenda që duhet thjesht vullneti dhe dëshira për me bë gjëra të bukura. Mesazhi im është që të rinjt të përkushtohen edhe në fe edhe në jetën profesionale, sepse të dyjat munden mi bë bashkë. Dita i ka 24 orë, edhe nëse ato menaxhohen siç duhen, janë të mjaftueshme për me i bërë të gjitha veprimet të cilat ne kemi nevojë, edhe me studiu, edhe me punu, edhe me ju përkushtu fesë, edhe me ju përkushtu Zotit. Për shkak se çdo gjë që ne e bëjmë për Zotin, çdo gjë që e bëjmë ne për tjetrin, ajo na kthehet në mënyrë indirekte edhe tek vetja jonë me të mirat e shumta të cilët Zoti i ofron për të gjithë ne. Dhe me kë komunën një fjalë pritet Zot me të mirat tuaja. Zoti veç të mira na dhuron, se Zoti është dashuri. A më bëni lutje që kjo dita 24 orë që është më bëhet 34, më ashtu edhe vetor, se s'po na doli. Mi është ndosur 24 orë kemi ditën. Na i qysh me dielli do të më bëj këto me honme, Zoti e din ç'është duhet. Adelin, falenderoj shumë që ishe me neve. Edi, shumë faleminderit, ishte kënaqësi edhe po besoj që ka qenë gjithçka e qartë edhe për dëgjuesit. Padyshim, çdo gjë mirë, faleminderit për dhuratat, vezët me ngjyrë që veç i përmenda më herët. Atëherë nëse mundem vetëm një detaj më shtu. Po, dashta pikërisht. Vezët e kanë simbolin e jetës dhe të shpresës. Do me thonë nga se cila lind një jetë e re e që lidhet ngushtësisht edhe me simbolike në festës së Pashkëve, që është ringjallja e Zotit tonë Jezu Krishtit. Përpara u lajshim me këto lëvorët, a ka ndonjë simbol diçka që ne kena fut kot? Nuk e di për këtë simbol, veç e di që plot njerëz prapë ende e praktikojnë këtë kërri. Unë sot kam u la me këto. Për Shëngjergj, po. Edhe jemi afër Shëngjergjit. Sot më një herë. Jo, për Shëngjergjit. Për Shëngjergj, unë ku na la gabim. Breshka s'jam në rregull unë e di çka. Breshka komë në mungi.